Minita Meda, përshëndetje. Përshëndetje. Në ceremoninë e Shkoda Sport për vitin 2024, ju jeni shpallur një nga sportistët më perspektivë, talenti i vitit 2024. Është emocion gjithmonë kur merr një vlerësim? Po, për mua është një privilegj shumë i madh që të shpallem sportistja më e mirë e vitit 2024. Kishte emocione gjatë ceremonisë? Po, patjetër, pasi ka qenë hera jeme e parë që marr këtë çmim. Një çmim në të cilin ishte e pranishme edhe motra. Po, që ma dorëzoi çmimin. Edhe me shumë emocione kjo, kur motra juaj është pranë jush në ato momente? Po, normalisht. Si ka qenë viti 2024 për Menida Metën? Kam lënë rezultata të mira, edhe hupje normalisht fitore, stërvitje për çdo ditë. Cili ka qenë momenti më i mirë, gara më e bukur, emocione më të mëdha të vitit që lam pas? Është kampionati kombëtar që zhvillohet nëse fiton, jeni kombëtare direkt, edhe ka shumë kampionate të tjera, për shembull ballkanik, europian, që ka marrë pjesë. Menida, pse ke zgjedhur taekwondo? Taekwondo e kam nisur që 5 vjeçe, më ka pëlqyer pasi është ndryshe shumë nga sportet e tjera, edhe më jep dëshirë për me vazhdu këtë sport. Çfarë ka të veçantë taekwondoja që ju ka bërë për vete? Çdo gjë, stërvitjen, kampionatet janë të veçanta. Sa vite keni që merreni me këtë sport? Po bën 10 vjet. 10 vite. Po. Jeni penduar ndonjëherë se bërë këtë zgjedhje apo jeni shumë e lumtur? Jam shumë e lumtur edhe kam qejf shumë me vazhdu sa më lart, me pas rezultate më të larta se vitet e kaluara. Ka ndonjë pasion tjetër Menida përveç taekwondos? Po, me atletik jam marrë gjatë verës, ushtrime kështu individuale. Si është për një vajzë në moshë të re që të jetë një nga sportistët më të mira të Shqipërisë? Është gjë shumë e privilegjuar se nuk e ka çdo kush këtë gjë, edhe jam shumë e fat. Sa e ka ndihmuar familja për të qenë e suksesshme edhe në sport? Familja më ka ndihmuar shumë, gjithashtu edhe profesori jem Elion Puka, që na ka ndihmuar çdo ditë me ushtru sportin, kampionatet edhe rezultatet që kena marrë. Cili pjesëtar i familjes gëzohet më shumë kur Menida arrin një sukses? Normalisht që prindët e mi, mami e babi. Po kritika merr nga ndonjë pjesëtar i familjes kur diçka nuk shkon mirë? Nga motra ose vllai. Çfarë synon Menida për vitin 2025? Synoj rezultate më të larta se viti 2024, edhe çmim prap. Në garat kombëtare të vitit 2024 u shpallet me mira. Tashmë synoni sukseset edhe në garat ndërkombëtare? Po, në kampionat kombëtar kam dalë e para, edhe ndërkombëtar kam dalë më duket se e treta, po kam dëshirë me marrë rezultate më të larta se viti 2024. Menida, e shihni veten gjatë në sport? Po, e shoh, pasi e bëj me shumë qejf, shkoj çdo ditë në stërvitje, edhe kam rezultate. Shumë nga të rinjt dhe të rejat nuk e preferojnë sportin. Ka një këshill Menida Meta për ata që nuk e preferojnë sportin përgjithësi? Unë them që për moshatarët e mi flas, me ushtru se mundet me majt trupin në formë, ban mirë fizikisht edhe ka shumë efikasitet mirë. Ëndra e madhe e Menidës? Me u shpall kampione botnore, ndoshta. Ne atë uroj sukses dhe shpresoj që gjatë vitit 2025 të kesh rezultate edhe më të mira. Shumë faleminderit.